Natyrisht një kërkesë të jetë legjitime dhe të jetë humane dhe mbi gjitha e bazuar në rregulloret e procedurës dhe provave dhe po ashtu e bazuar edhe me standardin që tashmë ka vendosur në disa raste dhomat e specializuara. Prandaj vlerësoj që ndonë se paksa e vonuar kjo vizitë për shkakun se siç dihet kemi pas disa kërkesa të cilat në bindjen time janë refuzuar pa bazë. Megjithatë, gjykata speciale në fond reflektojnë në raport me përgjegjësinë, reflektojnë në raport me kërkesën si që thash legjitime dhe u realizua një vizitë tek prindi i tij i cili përveç se në moshë të shtyrë është edhe në gjendje të rënduar shëndetësore, siç është konfirmuar nga familjarët e tij. Sa i përket kësaj çështje, me sa kemi pa gjykata speciale, natyrisht që është si çdo gjë që e karakterizon mungesa e theksuar e transparencës, ata vetëm e kanë konfirmuar një vizitë të tillë. Mbetet të shihet në orët në vazhdim nëse do të lejohet të qëndrojë edhe me tutje në Kosovë ose do të duhet të rikthehej. Megjithatë, ajo çka në fakt pam ishte një prezencë në bindjen time e panevojshme e forcave të rendit, nga se ishte jo proporcionale për faktin se vizita shkoi shumë normal, shumë korrekt dhe u realizua një vizitë absolutisht humanitare. Sa i përket vizitave edhe si kjo por edhe të tjera paraprakisht, i ka karakterizuar le të themi masa bukur të ashpra, bukur rigoroze që në bindjen time absolutisht kanë qenë të panevojshme për faktin se ish-krerët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës që nga momenti i parë janë ballafaquar me akuza, janë ballafaquar me i kanë respektuar gjitha rregullat, gjitha urdhrat e gjykatës, prandaj vlerësoj që edhe kjo ndonë që e vonuar vizitë u realizua jashtëzakonisht mirë dhe tashmë ish-presidenti e ka parë babën e tij i cili është në gjendje relativisht të rënduar shëndetësore. Po, duke marrë parasysh do thotë që vizita ti ka shkuar mirë, sa do thotë këto refuzime që janë bë, edhe me arsyetimet që janë bë, do thotë sa shkon kundërshtim me ato të cilën po vesh. Natyrisht refuzimet kanë qenë të pabazuara për faktin se siç e thash është ka bazë në rregulloren e procedurës dhe të provave është në rregulla 56 që i mundson një të paraburgosur që për shkaqe humanitare të realizojë vizita të tilla. Prandaj vlerësoj që edhe fakti që shkoi vizita jashtëzakonisht mirë deri në këtë fazë, vlerësoj që është një dëshmi shtesë që arsyetimet përkatësisht refuzimet nga ana e dhomave të specializuara të kërkesave të mëparshme kanë qenë absolutisht të pabazuara, absolutisht jo humane.